me maska demokratike. Qëlloj prokurore dinjitoze, lor, goca re po trima, jo, hudhi poshtë padine antiterrorit, s'ka vepër penale këtu që përkthehet i ke pirdu, po me edukat, kuptohet. Kështu që Bakiu i kanë fillu të lashet juridikisht, jo thot Gjergji, s'ka si blesh fjala ime. Me shkres është paditur penalisht nga drejtoria antiterrorit, dështuan t'i hapshin gjyq, siç e kanë hap plot muslimanëve tjerë që kanë rras mren, dështuan, si me Lekicën Kukës, me atë Hoxhën në Shkodër, me një mjek që e futën burg ku do lunte futboll Izraeli këtu, domethënë dështuan totalisht, nuk për prokuroria ja mbyllur, s'ka vepër penale. Pra ik qero, keni sjellë paçavure. Por kur ai të vinë në aeroport, flas nga përvoja personale, do t'i heqin edhe të mbathurat. Flas nga përvoja personale në qershor të 2022-shit, unë kam zbërthyer dhe pantallonat në aeroport se mund kisha në i gjot, kisha më qef në i droga, në i arma, në i bomba atomike. Dhe u detyrun të ndërprisnin kontrolin, kur unë thash t'i heqe dhe të mbathurat, të dalë si kryeministri juaj Rama me gruan e ministrit tuaj, se isha hala Çuçi ministri i Mrenshëm 2022-shin. A doni dalë ashtu edhe? Mirë po, gjithçka regjistrohet dhe ato gjetën keq se do shkote ke prorët, pra gruaja e ministrit me kryeministrin laguriq, a do të dalë si ato. Domethënë ishte strategji me imja i kështu provokative, do mbyll çështja. Pra po flas nga përvoja personale, jo a doni më për Belulin. Kur më kanë bërë mu 2022-shin këtij që ka porosit veçantë nga Izraeli, se për mua s'kishte porosit veçantë nga Izraeli. Kishe vetëm nga Meku në Mans, po dhe në Izraelit ishte po shqip njerë që mund t'i gjejmë këtit, po kaq, domethënë doni me gjeti se bet për ta arrestuar, dështuan, kuptohet. Bakiu do t'i rrjepin lëkurën, dhe nuk është kjo për ta trembur. Do ta pyesin, do ta bëjnë, do t'i kërkojnë mos kanë ai celular, sa mund të ketë ai sekret. Ato i kanë humbur celularet para se të hypshin komandot izraelite ke Kiriakos, ke kjo Kaikia, motoveliera Kiriakos. Kështu që ai do ketë të lashur të mërrit në Rinas për këtë të garantoj, po burrat për të vallut të lashet janë. Është i ruar nga atje. Gjeri, të lutem për ta mbyllur, bën dot një panoramë të situatës si do të vazhdojë lindjen e mesme, edhe në tërësitë të gjeopolitikës. Tani unë nuk jam gjitholog. Po, e kam fjalën duke nisur nga ajo atje me këtë që ndodhi me bllokimet, situata do vazhdojë një lloj në Gaza, nuk pritet të ketë ndonjë ndryshim. Domethënë Izraeli është edhe s'ka urdhëro? Armpushim edhe ka, edhe s'ka. Trump një herë thot po, një herë thot jo, pra situata do vazhdojë kështu, mendoni edhe këtë verë? Tani ka i problem të madh. Izraeli është në rrethim. Domethënë detyrohet bëjë operacione të vrasit, plagosi në këto territoret e pushtuara palestineze ku ekziston ai far autoriteti kombëtar palestinez. Detyrohet të luftojë në Liban dhe atje luftimet kanë kosto, ose po digjen edhe Merkava 4, tanket më moderne që ka Izraeli, ndër më të mirët tanke në botë, konkurrojnë me Leopard 2 A7, konkurrojnë me Abrahams 2, pra janë nga më të mirët në botë, po digjen. Do të thotë që një tank i djegur miliona euro të shkatruara, pavarësisht se mund ta përdorësh për pjesë këmbimia dhe tankun, kanë analizim, po nëse. Pra, atje po derë dhe gjak, po vriten deri në nivel majori, nuk është pak një major në ushtrinë izraelite, se ka investuar shteti i Izraelit për ta bërë atë major, shkollim, trajnim, përvojë, që është ke truri atij që ka vdek, që duhet ta marrë përvojën dikush tjetër. Domethënë, apo front tjetër, edhe me Hamasin punët s'ka mbyllur tamam. Është ky presion ndërkombëtar, se nuk është vetëm nga deti presioni me këto flotile që duan me çundim, është edhe nga toka, që do thotë soft power izraelit, spionazhi izraelit, ambasadë izraelite po investojnë për t'i ndaluar. Për shembull, një tjetër konvoj është sot në gjirin e Sirtes, në Libi, që ajo zona ku komandon feldmarshalli Haftar, që e ka në Tobruk atë, se tush kështjellën, atë bastionin e vet. Dhe e ka bllokuar Haftari, po Haftari është 80 vjeç burr, është mësuar që në kohën e kolonel Ghedafit, bë pazar të fortë. Ai nuk është nga këto kalamaqërit shqiptarë që shiten me i buzëqeshje izraelite me një thank you very much. Ai do kërkoj duket që ta bllokoj konvojin. Pra, janë telashe që i hapen ambasadës izraelite ose ministrisë jashtme izraelite
Mossadit se do blesh me diçka feldmarshalin Haftar. Për mbrapa ti është Franca, është Rusia, pra nuk është pa buks. Nuk është banda e Çoles në 97-ën, që e trem në koloneli i karabinierëve italian. Izraeli është hall. Irani mund ta bombardojë sa dojë, mund vras koloneli general, ka sa dush koloneli general. Gjaku iranian është gjak lirë. Kjo është katrosh, po punë e madhe. Nafta po bëhet nami në Azinë Juglindore. Në Singapur dhe në Malajzi po mbyllen shkollat, bëni online si në kohën e Covidit, që të ketë sa më pak qarkullim makinesh. Po flasim për Malajzinë që prodhon vetë naftën, prodhon goxha, shet, bo dokumenta falso për naftën ruse, për naftën iraniane, për të thyer këto sanksionet. Dhe kur Malajzia detyrohet të thotë universitetit bëjeni online që qarkullojnë sa më pak makina. Ato kanë zgjedhur në Malajzi, çmimi atje për malajzianët është diku ke 50 lekë të reja i karburantit për litër, nuk e ngrenë dot se ta jep në zgjedhje se malajzianët nuk janë si shqiptarët që futja kollodokun pa e lubrifiku fare me graso dhe prap ja merr votën në rrop pazari. Pra ka një krizë nafte. India ka probleme të mëdha se ka shumë industri që janë shumë lupse të energjisë. India po s'punoj industria, po s'eksportoj vdesin uri ato, kthehen në kohën e Churchillit në 43-shin. Kështu që situata është shumë e rëndë. Çelësat e Hormuzit tashmë i ka Irani. Është shumë e ngjashme me situatën në luftën e parë botërore në Çanakkale. Urdhë hapi ngushticat, nuk e hapte dot Franca me Anglinë. Fuqia e parë detare e botës, fuqia e katërt detare e botës që ishte Franca. Nuk i hapshin dot ngushticat. Ushtria turke me topat vjetra, kishte edhe topat të ri të vegjël xhanat. Me instruktor gjerman i dha shamat. U derdh gjak pafund turk, u derdh çik gjak gjerman, po se hapën dot ngushticat. Dhe njëjta gjë është edhe me Hormuzin, urdhë hape. Do ta bombardoj, do vrasë Irania, po punë e madhe. U vran 2 milioni iranian në luftën me Irakun. E çanolli as i kjo. Kanë pjell shumë gratë iraniane tani. Është gati dy fishe i çik. Irani sotëm me Iranin në luftës Iran-Irak. Kështu që është gjak i lirë për ti. Me u vra një ushtar izraelit bëhet nami, ati me u vra i kolonel, u vra gjergji, do vi kolonel tjetër, ose kolonel tjetër. Do të dhe është situatë që nuk e thyrë vullnetin e popullit. Dështun këto të manzës, se Shahu është figure madhe e bukur, po s'ka njerëz në terren, dështun këto të manzës me akte terroriste, duke vrana i brigadier general, dhe më thënë general me një yll, me drona, me kështu, dështun nuk i ngrejtën do të popullit krye, nuk i thyn do të burgjet, nuk i thyn do të depot e armatimit, si shnollën Shqipëri në 97-ën, dështuan. Tentuan me për atë përvojën slovene që ti tremshin oficere që të marrë grum peng, të marrë kalamajt peng, dështuan edhe aty. Tani që do i bësh? Të zbarkosh. I vend malor me dregje me shejtan si që është Irani, do 1 milion ushtarë me çu atje. Kush do i çoj? Tani Amerika sa do ta thonë këto jo komandoni Izraeli këto, edhe se ka dhe interesa nacionale, ka sherrë në madh me Kinën. Është konkurrencë e madhe. Është si që konkuronte Anglia me Gjermaninë prak luftës parë botërore. Tani do merresh ato me i Serbi që do të me bo budalliqe në Ballkan, kuptohet? Se ne kemi sharp mod. Pra gjithçka është ekonomi, gjë që unë të falenderoj shumë për këtë bisedë të shpejtë për këtë çështje. Faleminderit shumë për gatishmërinë për të folur. Për punimin, të jam mirënjohës për kohën. Mirë.